Në kuadër të ditës së të sëmurve, 7 shkurtit, studentët e departamentit të lëndëve praktike në Universitetin Luiç Gurakuqi organizuan kontrole shëndetësore falas për qytetarët. Një nisëm që merret çdo vit nga të rinjtë e këtij departamenti në bashkëpunim me klubin studentor të ndihmës së parë. Si gjithmonë bëjmë disa matje bazike, si është glicemia, matja presionit arterial, matja indeksit trupor, ku kena mundësi i tregu njerëzve për alle arsye pse duhet të bëhen në mënyrë të vazhdueshme analiza apo vizita te mjeku specialist, por edhe në kuadër të praktikave profesionale që realizojnë studentët, konkretisht duke u vënë në punë reale dhe ato pra vënë atë pjesën teorike në praktikë. Këto janë aktivitetet mira qoftë për studentat, qoftë për popullatën, pra në ndihmë të popullatës, gjë e cila në vitet ka treguar që ka jashtëzakonisht pjesëmarrje nga populli, pra janë të kënaqur nga shërbimet që ofrojmë dhe gjithashtu pra nga studentët që ndjehen të vlefshëm në profesionin e tyre. Ne kena dalë në kuadër të ditës botërore të çmurit për me bë matje të presionit arterial, të diabetit edhe të indeksit të masës trupore. Atëherë këto lloj praktikash ne na ndihmojnë në praktikën tonë profesionale, ndihmojnë qytetarët mbi monitorimin e vazhdueshëm të parametrave të tyre, si dhe ndihmojnë për promocionin e shëndetit. Një aktivitet i tillë dëshmon se kujdesi dhe solidariteti ndaj të sëmurëve janë vlerat që mund të kultivohen që në vitet e studimeve, duke dhënë një shembull pozitiv të gjithë komunitetit.